Organizatat dhe institucionet humanitare prej ditësh kanë nisur shpërndarjen e ndihmave të ndryshme të familjeve në nevojë në këtë prag festash të fundvitit. Një prej tyre është edhe Fondacioni Krishti për Kombet, i drejtuar nga pastori Mentor Rama, të cilin e gjejmë duke shpërndarë ndihma në zonat rurale të Pogradecit dhe po shkon deri në ato zona ku edhe vetë institucionet i kanë harruar të shkojnë. Mundohemi për të qenë pranë fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Vetëm në prefekturën e Pogradecit mund të jenë tek 15.000 persona përfitues, por shtrirë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë mund të jemi diku tek 24.900 persona, individ të ndryshëm, qofshin fëmijë apo familjarë që janë prekur. Mua më dhem zemër për ta thënë dhe më vjen keq që më duhet ta pranoj, edhe vetë si qytetar i këtij vendit, që varfëria në këto kohë të fundit është shtuar më shumë të paktën në evidencat tona që i kemi patur dhe kryesisht nevoja më e madhe në rast se dikur para shumë vite ka qenë fëmijët, gjë që janë e tashme dhe e ardhme në fakt ne po përballemi me nevojë që është shumë akute, që është mosha e tretë.